Lirimi i hapësirave publike në hyrje të qytetit të Shkodrës, veçanërisht në trotuaret e lagjes si Liria, ka qenë një nga operacionet kryesore të ditëve të fundit nga Bashkia Shkodër për sistemimin urban të qytetit. Përveç objekteve që janë shembur dhe të tjera që janë në proces, banorët e kësaj lagje e theksojnë se nevoja për përmirësimin e rrjetit elektrik, sipas tyre, shtyllat aktuale mbajnë një numër të madh kablosh, duke paraqitur rrezik serioz për sigurinë e qytetarëve. Gjithashtu banorët kërkojnë që të mos vënohet fillimi i punimeve për sistemimin e hapësirave dhe për saktimin e vendeve të parkimit për automjetet. Dam bamba që se rrinë për mitikva, për të gjithë më ramas, dinë e tanë. Unë kërkoj vetëm e shtru rrugën pak sa, e më pas ven kombilan makina. Unë jam invalid, s'kam kombilan makine. Atje nuk lën policia, i bi këtu ngushtja rrugën e lajtë. Këta janë probleme. Do më thonë ju kërkoni parkinge? Parking. Rruga e lagjes Liria është hyrja kryesore e qytetit të Shkodrës, së bashku me banesat e saj që shtrihen deri në Kodra. Normalisht që përmirësimi i imazhit ndërtimor të qytetit duhet të kishte filluar shumë vite më parë pikërisht nga ajo lagje dhe jo të lihej në këtë gjendje deri më sot, por më mirë vonë se kurrë.